Eliona ullet me disa prej banorëve dhe fillon të shprehet hapur për situatën e tensionuar që ka pasur kohët e fundit me Shkurtën. Ajo duket të shqetësuar dhe thot se i ka bërë përshtypje mënyra se si Shkurta ka filluar të flasë gjithnjë e më shumë pas shpine, duke e paraqitur atë në një dritë të keqe para të tjerëve. Sipas Elionës, kjo sjellje nuk është rastësore, por qëllimshme, sikur Shkurta po mundohet ta nxjerrë keq me çdo kusht dhe ta vënë në një pozitë të pakëndshme brenda shtëpisë. Ajo thot se ka dëgjuar disa herë Shkurtën duke komentuar në mënyrë të egzageruar situata të vogla, duke i shtuar gjëra që nuk kanë ndodhur, vetëm për ta bërë Elionën të duket si njeriu problematik. Eliona thekson se nuk i pëlqen kjo qasje, sepse ndjen se po krijohet një atmosferë e panevojshme ku njerëzit fillojnë të dyshojnë për të pa pasur arsye të vërtetë, teksa flet. Eliona tregon se është përpjekur ta kuptojë pse Shkurta po sillet kështu. Ajo mendon se ndoshta Shkurta është ndjerë e mërzitur ose e kërcënuar për ndonjë arsye, dhe në vend që të flasë hapur, ka zgjedhur të komentojë keq pas shpine. Por, sipas Elionës, kjo mënyrë e sjelljes vetëm e përkeqëson situatën dhe nuk ndihmon askënd. Eliona e thot qartë se ajo nuk ka asgjë personale me Shkurtën dhe nuk kërkon konflikt, por ajo e bezdis fakti që dikush po përpiqet ta ulë apo ta dëmtojë para të tjerëve. Ajo ndjen se po i shtrembërohen fjalët, po keq interpretohen veprimet e saj, dhe kjo e bën të ndihet e padrejtësuar. Në fund, Eliona shton se shpreson që Shkurta të kuptojë se po gabon dhe se kjo sjellje nuk e çon askënd askund. Ajo thot se do ishte shumë më mirë nëse Shkurta do fliste drejt për drejt me të, në vend që të krijojë situata të panevojshme që vetëm rrisin tensionet në shtëpi. Për Elionën, çështja është e thjeshtë. Ajo kërkon qartësi, respekt dhe që askush të mos e përdor keq emrin e saj për të krijuar drama.